Kur janë ditët e Shawalit? Pra 6 ditët e Shawalit, ose ditët përcjellëse të Ramazanit, se ne e dim që agjërimi muajit Ramazanit është detyrë. Dhe vjen në një hadith, kush agjeron muajin e Ramazanit dhe pason atë me agjerimin e 6 ditëve të Shawalit, shpërblehet sikur ka agjeruar një vit. Agjerimi i Ramazanit është detyrë, ndërsa agjerimi i 6 ditëve të Shawalit nuk është detyrë, ama ka shpërblim të madh. Sepse profeti alayhis salam pra e përmend, kush agjeron muajin e Ramazanit dhe pason atë me agjerimin e 6 ditëve të Shawalit, siç kuptohet prej hadithit, shpërblehet sikur ka agjeruar një vit. Ditët e Shawalit ne jemi në muajin Shawal, pra ti qysh nesër, brenda këtij muaji mund t'i agjerosh këto 6 ditë. Nuk është kusht t'i agjerosh rresht, pra agjeron një ditë, mund të bësh pushim 2 ditë, agjeron prap. Pra, e rëndësishme brenda muajit Shawal ta agjerohen këto 6 ditë, nëse do pra që ta rish shpërblimin sikur ke agjeruar një vit të plot. Zoti ju rujt.